Ana Lika bën rrëfimin prekës. U diagnostikova me epilepsi, e kam fshehur sëmundje nga frika. E ftuar në emisionin Mam me Orinda Hutën, aktoreja e njohur shqiptare Ana Lika ka ndarë një rrëfim të rrallë dhe prekës për një nga periudhat më të vështira të jetës së saj. Pas humbjes së nënës, Ana është përballur me një krizë të rëndë shëndetësore dhe emocionale. Pas vdekjes së mamit, më diagnostikuan me një problem neurologjik, një formë epilepsie, tregoi Ana, duke shtuar se për herë të parë një krizë epilepsie e kishte përjetuar pikërisht gjatë kontrollit të parë për vajzën e saj. Ajo pranoi se për një kohë të gjatë kishte frikë të pranonte publikisht sëmundjen. Kisha frikë të tregoja që isha e sëmurë. Jo sepse më vinte keq për veten time, por sepse nuk doja që vajza ime të kishte një mama të paaftë. Për shkak të trajtimit me medikamente, Ana mori vendimin që vajzës së saj të mos i jepte gjë, një zgjedhje e dhimbshme për çdo nën, por e detyruar nga rrethana. Në një moment reflektimi të thellë, ajo foli edhe për marrëdhënie me partnerin e saj, Bjordin. E kam pyetur nëse donte të rinte me mua. Doja të dija nëse i peshoja. Nuk doja të isha barë për askënd. Megjithatë, ajo e përshkroi Bjordin si shtyllën e saj, ndërsa për veten u shpreh me përulësi. Mbase unë jam ndihma e Bjordit tamam. Rrëfimi i saj në Mam vjen si një dëshmi e forcës së një gruaje që ka ditur të përballet me dhimbjen, sëmundjen dhe mëmësinë, me guximin për të qenë e vërtet edhe në momentet më të brishta. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.